ka shtrim mirë. Vazhdoj me qumshtin, e hedhim spari gjalpin, qumshtin. Gjalpi mundet me qenë edhe i shkrim, po edhe i ngrim. Problemi është se kur t'i vendosim këto, mujnë me u bo si bashk, nuk mujnë me u shprendat gjitha. Prastaj në qumsht ftoft, këto bohen homogene. Mësosja shqipe zakonisht fëmija kur ndihmojnë e zvarritin pak procesin. Po, amo këta knaqen. Kjo është një seshtër. Një seshtra ndihmon në me o forcum do këtë se më bo kështu. Po, me u bo pak ma shpejt. Fili. Edhe sheqerin. Pra, në 1 litër qumsht e hedhem edhe sheqer pluhur, sheqerin kështu zakon shumë, një sheste mill, edhe sheqer vanile. Edhe sheqer vanile. Gjitha këto i vendosim këtë mënyrë për mu bu ma homogen në masa, mos me u trash fili në mënyrë jo të mirë, i përzim këto gjitha. E vendosim pastaj në zirje dhe e presim që të shkrihet gjalpi dhe të formohet masa që tjetë sa me trash. Mandej që kjo vendoset në mbi biskota? Po, kjo vendoset në mbi biskota dhe pas kësaj i kemi edhe pjesën tjetër. Derisa të prekaditet fili, na mujnë me vazhdu edhe me pjesën përfundimtare. Kjo është dekorja për mi? Po, frutat. Pjesa ku i vendosim frutat. A e vendos gjitha këto? Po, vendosim frutat. Derisa të prekaditet fili, na vendosim të i shkrim pak edhe pjesën e frutave, të i zim, të i zbusim, dhe pastaj i vendosim në blender, i bluajmë dhe shtojmë edhe 2 lugë me një seshtër dhe 2 me sheqer. Dhe pastaj e vendosim 2 pjesët mi biskotat, edhe përfundan procesi i ëmbëlsirës.